9 dhjetor 2025. 7 numrat që universi po të dërgon tani, mesazhi i madh që po pretendon të vi ti. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Ndalo pak. Mbyll syt për një çast. Ndjeje frymëmarrjen tënde. Në këtë moment të saktë, universi po të flet ty. Jo me fjalë të mëdha, por me shenja të vogla që ti ke parë përsëri dhe përsëri. Numra që të ndjekin kudo, në targa makinash, në orë, në fatura, në ëndra. Asgjë nuk është rastësi. Ti ke ardhur në këtë video sepse shpirti yt e di, ka ardhur koha për një transformim të madh. Sot do të zbulojmë bashkë 7 numrat që po të ndjekin më shumë se kurrë. Dhe çfarë po përpiqet universi të thotë me secilin prej tyre? Qëndro me mua deri në fund sepse në fund do të ketë një mesazh personal që mund të ndryshojë gjithçka për ty. 1. Numri 14, ura midis të vjetrës dhe të rejes. Kur fillon të shohësh 14, 114, 1, 14, 4, 14 ndalo. Ky është numri i ekuilibrit dhe i ripërtëritjes së thellë shpirtërore. Numri 1 është energjia e fillimeve të reja, e individit, e krijimit. Numri 4 është energjia e themeleve, e engjëjve, e stabilitetit toksor. Kur bashkohen bëhen 14, një urë e shenjtë midis botës së vjetër që po lë dhe botës së re që po lind për ty. Universi po të thotë: mos u mundo të kontrollosh gjithçka me forcë. Ti nuk je këtu për të luftuar rrjedhën, ti je këtu për të rrjedhur me të. 14 ta të mëson mjeshtërinë e brendshme. Durimin e shenjtë. Të presësh momentin e duhur, ashtu si fara pret brenda dheut para se të çajë sipërfaqen. Nëse je duke u ndier i humbur mes dy botëve, puna e vjetër që s'të plotson më, marrëdhënia që ka mbaruar energjinë, identiteti që nuk të përshtatet më, numri 14 po të thotë: ti je pikërisht ku duhet të jesh. Mos nxito. Mos u kthe mbrapa. Ura po ndërtohet në këmbët e tua, edhe pse ende nuk e sheh destinacionin. Merr frymë thellë tani. Ndjeje këtë lehtësim në kraharor. Lejo që 14 të kujtoj, ti je duke u ripërtërir çdo ditë, qeliz pas qelize. 2. Numri 44, shtylla që nuk lë kundet kurrë. Kur 44 fillon të shfaqet kudo, 424, 44, 44, 4, 44, ky është një nga mesazhet më të fuqishme që mund të marrësh. 44 është shtylla kurrizore e universit. Është momenti kur engjëjt qëndrojnë në 4 cepat e jetës sate dhe thonë: tani ndërtojmë diçka që do të zgjasë përgjithmonë. Shumica e njerëzve duan manifestim të shpejtë. Por 44 të thotë: jo, akoma. Së pari themelet. Së pari disiplina. Së pari struktura. Nëse je duke punuar për një ëndër të madhe dhe ndjehesh sikur po ecën ngadalë, numri 44 po të thotë: mos u dorëzo. Çdo tull që po vendos tani është prej diamanti. Ajo që po ndërton tani është për breza, jo vetëm për një sezon. 44 është gjithashtu numri i mbrojtjes absolute. Kur e sheh, dije që je i rrethuar. Asnjë energji negative nuk mund të kalojë këtë frekuencë. Thuaj me zë: unë jam i mbështetur. Unë jam i sigurt. Unë jam në rrugën time hyjnore. 3. Numri 36, krijimtaria që merr përgjegjësi. Numri 36 është një kombinim magjik. 3 është energjia e gëzimit, e krijimtarisë, e fëmijës së brendshëm. 6 është energjia e dashurisë, e familjes, e shërbimit, e përgjegjësisë. Kur i sheh 36, 336, 3, 36 universi po të thotë: ti ke ide geniale brenda teje, por tani është koha të rritesh dhe ti bësh realitet me integritet. Shumë njerëz kanë ëndra të mëdha, por u mungon hapi i dytë, përgjegjësia. Numri 36 të fton të bashkoj lojën me punën, magjin me strukturën, ëndrën me veprimin e përditshëm. Nëse ndjehesh i grisisur midis, dua të jem i lirë dhe krijues dhe dua të kem stabilitet dhe sukses, numri 36 po të thotë: ti mund të kesh të dyja. Por krijimtaria pa përgjegjësi bëhet kaos. Përgjegjësia pa krijimtari bëhet burg. Ky numër të fton të bëhesh prind i ëndrave të tua, ti ushqesh, ti mbrosh, ti rritesh me dashuri dhe disiplinë. 4. Numri 24, paqja që të çon në pasuri të vërtetë. 24, 224, 2, 24, 4, 24, ky është numri i harmonisë dhe i ritmit natyror. 2 është bashkëpunimi, diplomacia, paqja e brendshme. 4 është stabiliteti dhe puna e ndershme.
Bashk krijojnë një valës të përsosur midis qenies dhe të bërit. Nëse je duke u ndirë në presion, duke u nxituar, duke u krahasuar. 24 vjen si një përqafim i ngrohtë dhe të thotë. Ngadalë. Paqja e brendshme është superfuqia jote e fshehtë. Bolloku i vërtet nuk vjen nga nxitimi. Vjen nga qetësia që të lejon të dëgjosh intuitën. Vjen nga ritmi yt natyror që të çon në vendimet e duhura në kohën e duhur. Kur e sheh numrin 24, praktiko këtë. 2 minuta frymëmarrje të thellë, 4 sekonda mbajtje, 4 sekonda nxjerrje. Ndjeje si çdo qelisë e trupit tënd thotë, unë jam në paqe. Dhe pikërisht prej kësaj paqeje do të lindë pasuria ime e vërtetë. 5. Numri 8, ligji i pafundësisë dhe karma e pastër. 8 numri që duket si simboli i pafundësisë kur e kthen anash. Kur fillon të shohësh 8, 88, 888, 8888, ndalo gjithçka dhe falëndero. Ky është momenti kur karma kthehet në favorin tënd. Çfarë ke dhënë me zemër të pastër po kthehet tek ti tani i shumë fishuar. Por numri 8 të mëson edhe një të vërtetë të rëndë. Suksesi i shpejtë dhe i ndyrë shkërmoqet. Pasuria e ndërtuar mbi frikë dhe manipulim zhduket brenda natës. 8 të fton të ndërtoje pasuri të qëndrueshme, pasuri shpirtërore, pasuri emocionale, pasuri financiare. Të gjitha me integritet të plotë. Kur e sheh 888 ose 8888, është si një çek i universit që thotë. Pagesa po vjen. Por mos haro, çfarë mbjell tani do ta korrësh përgjithmonë. Frym thellë dhe përsërite. Unë pranoj bollokun që më takon. E pranoj me zemër të pastër dhe duar të hapura. 6. Numri 35, momenti për veprim të guximshëm. 35, 335, 3, 35, 5, 35, ky është alarmi i shpirtit. 3 është krijimtaria dhe gëzimi. 5 është ndryshimi, aventura, liria. Bashk krijojnë eksplozion energjie. Universi po të thotë, mjaft më pritje. Tani është momenti të dalësh nga zona e rehatisë. Nëse ke një ide që të djeg brenda, një telefonat që se ke bërë, një vendim që e shtyn. 35 të shtyn drejt ti. Rreziku i vërtet nuk është të dështosh. Rreziku i vërtet është të mbërish në fund të jetës dhe të kuptosh se nuk ke jetuar fare. 35 të premton, kur ti bën hapin, universi bën 10 hapa drejt teje. Derët hapen. Njerëzit e duhur shfaqen. Mundësit bien si shi. Thuaj tani me zë të lartë. Unë jam gati. Unë jam i guximshëm. Unë e pranoj transformimin tim të madh. Përfundimi, mesazhi përfundimtar. Tani frym thellë. Ti ke dëgjuar 6 numrat që universi po të dërgon pa pushim. Por ka një mesazh të fundit që i lidh të gjithë. Bollku nuk është një destinacion. Është një gjendje e të qenit. Kur ti jeton me qartësi. Kur ti vepron me besim. Kur ti pret me durim dhe dashuri. Universi nuk ka zgjidhje tjetër veç se të mbështesë plotësisht. Ti je i dashur pa mas. Ti je i udhëhequr çdo sekondë. Ti je gati për transformimin tënd të madh. Tani çohu. Ecje përpara me kokën lart. Numrat do të vazhdojnë të të ndjekin. Sepse ti ke filluar të ecësh në rrugën tënde hyjnore. Faleminderit që ishe këtu me mua. Shkruaj në koment numrin që të ndjek më shumë tani. Dhe unë do të përgjigjem personalisht. Dhe shihemi shumë shpejt në nivelin tjetër.